Unë do ta filloj me një indicje që me ka revoltu të i mase. Punoj me si gazetarë më ka dhënë mundësi që të kem akses edhe të marrë, jo të kem akses, por të kem mundësi të marrë një informacion më të bollshëm. Një informacion të bollshëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të Shqipërisë. Nga informacionet që unë kam dhe i disponoj këtu me letra, nga që më the për letra, vetëm nga ky fshat janë eksportuar në Ferronikelin e Drenasit në Kosovë dhe në Gavadarc të Maqedonisë 1.7 milion tonelata nikel silikat. 1.7 milion tonelata, ja ku ke... Që janë të kohëve të fundit, besoj, sepse... Jo, ja që nga viti 2012 që t'jemi... Po pra, të kohëve të fundit, pra, të demokracisë. Nga viti 2012 që ja kemi me letra. 13 vite. Është vlera e eksportit të 70 milion euro. Pra me pak fjalë, ju jetoni mbi Flori e jeni në këtë gjendje. Jemi të varfër. Edhe kjo më ka... Më pastër se kaq. Pavarësisht